Istog dana, ditën e njëjtë, kur keni dhënë ju deklarat në cilësi të dyshuarit në polici, ndaras kanë dhënë edhe të granit plava, edhe kushtrim kokalla. A mund të më tregoni sa është e mundshme që të jepni për çështje të njëjta, deklarata të njëjta, identike, të cilat në mes veti pajtohen me provat materiale cilat janë mbledhur? Përputhen, fani. E që ju thuani, që po thuani se të njëjtën e keni dhënë nën presion dhe mos ta pranoni tuajën. Sa është besueshmëria e kësaj? Deklarotën e granit plavës, mu ma kanë tregu policët rrugës për në stacion. Mua deklaratën. Po, ama mua deklaratën e granit plavës. Edhe më kanë tregu foto që ishte i gjakosur, që e këshën rrohur. Dhe mi tregojshin titujt e portaleve. Kjo ka qenë rrugës për në stacion. Ajo deklarat është dhënë me presion. Fillimisht ka pas dhunë dhe pastaj presion. Kjo po flasim para se me ardhë avokati. Dhe kjo është, dhe une me sa e di, procedura kodit penal nuk lejon marrje të tilla në pyetje në ato forma, dhe kjo është edhe arsyeja pse kom bë kërkesë ma vonë që kom bë kërkesë në IPK për këtë çështje, të cilën edhe e kem kopjen e asaj kërkese.